Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur vllazën, të nderuar xhamatli, me lejoni t'ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Sot ditë feste, dita e Kurban Bajramit, mas e falem namazin e sabahut me datën 10 Dhulhijjët vitit 1446 simbas kalendarit hijri, që asocion me kalendarin miladi vitit 2025 muj qershor data 6. Që të njëjtën kohë në Mitrovice kemi edhe ditën e dëshmorëve tanë, që sot ka koincidu edhe të njëjtën kohë me ditën e Gjuma. I falenderojmë Allahut Dhul Gjelal që me ndihmën e tij e arritëm edhe këtë ditë feste, e cila është një ditë bukur e gërshetume me aktivitetet të ibadeteve, edhe në kuadër tyre të ibadeteve lidhet kryesisht me sakrificën, sikur në Fitr Bajram që lidhet me sakrificën e agjerimit, ibadeteve, taravih, namaznate, nxjerrjen e zakatul fitrit, zeqatit, sadakave, e të gjitha këto ibadete lypin sakrificë. Ka lodhje trupi, po është ushqim shpirti, edhe është aktivitet i madh për neve besimtarve, cilët e kërkojmë ndihmën e Allahut në maksimum dhe nuk lodhemi duke e kërku që Zotit na fal, të na mbështet me rahmetin e tij. Gjithsesi, me një rani pas kësaj feste të na muslimant e kemi edhe festën e Kurban Bajramit. Vetë titulli i Kurban Bajramit me përkthy kurbanin në gjuhën shqipe ose qysh zhargonin popullor qysh e përdori unë në gjatë ligjerimit tham shqiptarçe, i bjen festa e sakrificës. Festa e sakrificës. Domthon ti po sakrifikon prej pasunisë tome me prej kurban. Kurse haxhia që merr udhën edhe del nga vatani i tij dhe ja mësyn çabës të bekume për t'ju përgjigj Allahut në atë ftesën që e obligoi Allahu Ibrahimin a.s. me ndërtu çabën, me pastru, me rregullu, edhe në fund tha therriti. Ai u mahnet, tha qysh unë me i thirr e ka e një njerëzit zonin tam. Allahu tha ti thirri e nuk e ki për detyrë zonin tënë ti me ja u dërgu atyne, ama ti ki për detyrë urdhnin tam me kry. E krejt ibadetet vllazën lidhen këtë pikë. Ti me kry detyrën tonë, ti je në zbatim urdhrash. Nuk je ai ti cili i vlerëson urdhrat, ti je ai cili i zbaton urdhnat. Këtu është dallimi. Ai që do me kuptu realisht se çka do me thonë me kom besimtar, është na besimtarët ja zbatojmë urdhnat Allahut. Na besimtarët ja jetësojmë praktikisht fenë e tij. Prandaj këtu është edhe bukuria dhe urtësia e këtij dini, i cili pranohet me dëshirë, me vullnet, mirë po masi ta pranësh, ti e ki obligim me ndëgju. Edhe nes të gjithë i madhe i vogël, e kemi obligim këti populli me asqaru mënyrë që me kuptu se sa e letë është, edhe sa është racionale, pra sa është logjike, edhe sa është në një vijë me kërkesën e intuitës, pra njeriu e bart me vete një zonë shpirtënor, e ai zonë shpirtënor kur njëherë nuk e tradhton, edhe kur mendja shtremt e mëson, zoni i shpirtit drejt i kallëzon. Për shkak se është i Allahut. Edhe nëse njëri rran, në vete e din që po rran, e që kjo ndjesia që ti pe din që jetu mashtru ose ti pe din që si tu e thonë të vërtetën, kjo është për Zotit. Pse?
se shpirti është i Zotit. Shpirti është i Zotit. Sado që ti mundosh me kamuflu me mëkate, ke mbulu me errësira, këtë dritë që ta ka dhënë Zoti, shpirti gjithmonë ta thotë vetë të vërtetën. E ke pa shpesh herë kur je në një rrugëtim, qoftë runa Zot në emergjenci që është lufta, apo në një krizë, pavarësisht ku je, njerëz të mëdhenj më thojnë pyet shpirtin. Nia, lejaja vetës, qatë zonë që po buron për thellësisë, mbrëndësisë tonë, qaj është fjala e Zotit, qaj është zoni i Zotit, qaj është thirrja e Allahut, e cila ja ka vënu Allahu, na e ka dhonë Allahu, e tash Allahu të barëka u teala dënë këtë fest me zgju kurreshtjen tonë, me ndëgju qatë zonë. Që kjo është sakrificë e madhe që Allahu dhul xhelali e ka lecu. Ibrahim a.s. i cili llogaritet baba i pejgamberve. Pse s'ka pas pejgamber para Ibrahimit, që Ibrahim a.s. u llogarit baba i pejgamberve? Po ka pas pejgamber. Mirë po të gjithë pejgamber që kanë ardhur mas Ibrahimit jenë bitë e Ibrahimit. Pra është baba i pejgamberve, se me 10-100 mijë pejgamber që ka pas në tokë kanë ardhur prej lozëve të Ibrahimit. E Ibrahimi ka vënë temel të fortë. Këtij daveti, kësaj thirrje, këtij dini, Ibrahimi alayhis salam i ka vendos temel të fortë. E Allahu për 7 polë qiejve këtë njeri kaq të madh e ka quajt ummet. Llogaritë sot ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam i ka dikon 1.700.000.000 banor në tokë që binë shahadet, krejt që ta të dashur të mi nuk bojnë asa 1% prej peshës të madhe që ka pas Ibrahimi të Allahu. Inna Ibrahim, vërtet Ibrahimi, kanë ummeten qanitan, ka qenë ummet në veti, edhe ka ngritë Allahu. Shikoti rrugtimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Kur nis Zoti me kallëzu për Ibrahimin Kur'an, vëllezër të dashur, e kallëzon shumë interesant. Ju drejtohet Muhammedit alayhi salam. Ti Muhammed ndaq me marrë mësim se çka është udha e Zotit, çka është rruga drejt Zotit. Merr mësim të Ibrahimi. Se edhe ashtu e ki bob, edhe ashtu e ki të porin tënë, se krejt pejgamber që kanë ardhur para teje në bitë të ti, edhe ti je prej rojve të Ismailit, e Ismaili biri Ibrahimit, sikur ata vllaznë tu tjerë që vinë prej Ishakut, edhe vjen Jakubi, e vjen Jusufi, e dal nga dal vinë dete Isa alayhis salam e para ti Musa kështu me radhë. Domethënë Allahu thot, merr mësim në sakrificën, në qëndrueshmërinë, në stabilitetin, në mirësinë, në rahmetin, në qëndresën e tij heroike që ka pas për këtë din e për këtë iman, fell është puna e dinit islam. Larg është puna e dinit islam, rrojti ka të pastërta kjo fe, sepse janë të ndërtume me sakrificë të jashtëzakonshme. E neve, sa herë që e lexojmë biografinë e Ibrahimit alayhis salam, siç është rasti edhe me qurbanin që lidhet me festën tonë, neve na ngjall kurreshte të mëdha, edhe sa herë lexosh e merr një përshtypje se je të lexuar për herë të parë. Ka fragmente të bukura se jeta e tij është plot sakrificë, edhe plot urtësi, edhe mundësi e ardhë për neve me mësu këtë fe, masi deri në vakt i kemi edhe një për afërsisht 40 minuta prej tash, kisha pas dëshirë disa fragmente me nxjerr, të cilat disa i ka përmend edhe Allahu në Kur'an, e disa i ka përmend Muhamedi alayhis salatu wassalam në mënyrë të ilustrume, të sqarume, por pastaj janë përsërit edhe janë
mënyrë më të zgjeruar në shtjellim, po zgjojnë kurreshtje se çfarë personaliteti ka qenë ky burr, ky pejgamber i Allahut, të cilët Allahu Dhul Gjelal këtij njeriu i ka thonë Khalilur Rahman, që i bjen shqip mik i ngushtë i Allahut, dost i Allahut. Allahu Dhul Gjelal e ka marrë dost Ibrahimin, edhe Muhammedin ton alayhi salatu wassalam. E Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka ngrit autoritetin e tij, madje ka thonë emni ti me emën tem kanë me konë në një vijë. Edhe kjo ka mbet përore deri në kiamet, emni Muhammedit alayhi salatu wassalam, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, do të jetë përore zbashku me të gjithë mësimet e profetëve, se të gjithë pejgamberët e Allahut që kanë ardhur në tokë nuk ka mujt me i besu pejgamberit vet pa kallëzu pejgamberi i vet për ardhen e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kjo është mësim i madh. Të gjithë besimtar, për shembull Isa alayhi salam ka pas vetëm 12 besimtar, 12 xhamatli, s'ka pas më shumë. Pejgamberi i Zotit 12 vet. Ka pas pejgamber që ka pas vetëm 2 vet, 2 xhamatli. Veç ata 2. 200.000 tjerë kanë luftu. Ka pas pejgamber të Allahut që ka pas 4 vet. E Yunusi alayhi salam pse u dhënu në popullin e vet, se atë shumë i ka thirr popullin e vet, i ka ftu, kërkush i ka besu hiç. Ka thonë se në besua, e ka thonë së rri me juve heq. Unë e thonë re këtu, e nga mas juve, e një moju juve, e sërajo juve, e ju rebelohu për mësimeve të Allah, për në së rri heq me juve. E pse Allahun Azza wa Jall nuk e ka leju kjo me bon këtë veprim, e Allahu pastaj e ka qërtu me gëlltitjen e qofit, me gëlltitjen e balenës. Balena ka gëlltit, e ka përbi, edhe thuhet se ende balena e cila e ka gëlltit Yunusin a.s. është gjallë sot e kësaj dite deri në ditën e kiametit, që ekziston edhe jeton nëpër oqeane. A keni po shumë studime eksploruse, po paraqiten atje poshtë në barkun e detit lloj gjallëse, domethënë, cilat e përshkruajnë madhështinë e këtyre gjallësave cilat Allahu Dhul Gjelal i ka kriju. Prandaj pejgamberët e Allahut nuk janë lodh, disa prej tyre edhe në vëra, disa janë myt, disa janë sakrifiku, ka për pejgamberëve të Zotit, pra prej beve të Ibrahimit, kur thon prej beve nuk ka qëllimi këtë ngusht me nënën djali ti, po a i pari ytë në fis atje mundesh me thonë baba jonë. Mundet njeri me thonë babgjyshit vetë baba jam, se është i lozëve ti. E nuk ka kushtimisht, do më thonë, lidhja e parë e babë ose djalë kur thamë, por qëllimi është i lozëve tyne, cilë të vlazën për këtë din, për këtë shahadet që ti e thu, e kanë sakrifiku dhe jetën. Me 10 pejgamber janë vëra, e janë masakru. Besa babë e birë, Zekeriaja, i cili ka qenë pejgamberi Allahut, në moshën 80 vjeçare ka falë Allahu fëmin Jahjan. Masi ka ardhur koha e vdekjes, babë e birë dytë janë vëra fise bilillah për këtë din, edhe me adje jenë prej, i kanë prej me sharë, edhe i kanë coptu kokat e tyne, sa thuhet që ajo mbretëresha asoj kohë e tyne romakëve, të kuhës, asoj kralevine, kanë thonë që nuk i thonë vetës une kush jam, derisa në kafkën e Jahjas nuk e pi venën. Do më thonë, deri në këtë drejgje kanë hjek pejgamber të Allahut, edhe kanë qëndru. Këthemi të Ibrahimi a.s. Po du me u kallëzu një ngjarje të cilën Allahu e përmend shumë interesant. E kallëzon racionalitetin e pejgamberit Ibrahim. Sa njëri me që mu konë, sa njëri urdhë konë, sa rahmet gjiu konë,
sa i sprovu mu kom. E para, Ibrahim a.s. e ka pos babën armikun hasmin e dinit. Kryesor, që do me thonë? Ky mik i Allahut, dësti Zotit, a babën armik dushman dinit. Mirë po, dashurin prindërore kur nuk e ka këput pse ka pos dushman dinit. Subhanallah. Për këtë arsye kur na vin neve disa djemë të ri e fillojnë mu falë, mirë se vinë, e janë të mirë së ardhën, po entuziazmi i madh e harën pastaj pozitën e tij krashi babës dë vetë, edhe fillon me sulmu babën e vetë në mënyrë verbale derisa edhe e tepran. Për me e balansu edhe me afru edhe këti mi thonë nale pak fitilin e qëtësohu, po edhe babën për me këfil edhe me zgju, unë e di qka ju thamë, as ti djali mirë nuk je ma i mirë se Ibrahimi, po as baba ytë nuk është ma i keq se baba i Ibrahimit. E përderisa as babës e ki ma të keq se baba i Ibrahimit, e as vetë si je ma i mirë se Ibrahimi, atër sillu me babën tënë që shusil Ibrahimi me babën e vetë që e ka pos ma të keq se babën tënë. A mund është të qito me bo për hirë të Allahut? Kjo është mësimi madhë. Kjo është vlerë e madhe. Kjo pasuni e madhe. Që të informoti me marë për sipër, edhe me aplikuti si i ri, entuziast, se ti mund është baba kimi pos 50 vjetë, për në islam je i ri, se ki fillu toze më falë. Nuk është çështja rinia këta të rritë. Jo, të rritë mund një 70 vjetë, mi pos e ka një stash me orë gjami, mirë se ka ardhë, po i ri e në islam. Ti përfaqësohesh i ri të Allahu. Për këtë arsye, ka mundësi, ti ke orë në gjami që tash i ke po 70 vjetë, po ka një djali i ri që 20 vjetë folet, i ka po 40 vjetë, a i në islam o para teje. Është e mundshme. Prandaj duhet qka me konsideru këtë respekt reciprok mes njerëzve. Vllazën me rahmet, rafshit, udhës Zotit, mos u gutni. Merrni mësim pejgambert Allahut. Pejgambert Allahut që ngut. Pejgambert Allahut nuk janë idhnu me popujt e tyne. Pejgambert Allahut nuk i kanë mallku popujt e tyne. Pejgambert Allahut nuk i kanë leqit popujt e tyre. Madje popujt e tyne i kanë leqit këta, a këta i në shkuja kanë qilë derën atyne. Kjo shumë është interesant. Ana ciltina matë thirurit për rahmet, ne i leqitum ata tjere cilët ende nuk i ka udhëzu Allahu, po Zoti e din. Po dhe ty mos me të pas udhëzu Allahu, edhe ti kisha me kanë sikur ai cili është i pa udhëzum. Qëri vesh një shpjegim racional të Ibrahimit, subhanallah, e përmen Zotin Kur'an. Ma dje thët Zotin Kur'an, thët, elem tëra ila ledhi haqe Ibrahime fi rabbihi, subhanallah. Thët Allahu me Kur'an, thët Muhammed a.s. Ta rikujtaj, ta mësaj, madje me përkthy halo, ma drejt për drejt, i bjen, a ke poti, qysh usall Ibrahimi me mbretin zullumqar. E arrestun Ibrahimin, se u qu Ibrahimi i theja ta putat, cilët ishin zëtat tyne, i theja ta idhuj, edhe të njëjtën kohë të dashurit e mi, mas i thej poni cop e grim, e vënej sa kicën në qafën ati më të modhët. E ke po ata që i besojnë ata hindust, aty një idhujve të mëdhej, do i marojnë me borkat të mëdhej, do i marojnë me sy të mëdhej, do me vesh të mëdhej, si të mocës. E ki parasysh, janë lej statuja. Edhe shkojnë i adhurojnë, prejnë kurban për ta, për që ata na prejnë kurban për Zotin. Ata shkojnë prejnë kurban për ta. Ata shkojnë i binë sejtë dhe atyne, na i binë në sejtë dhe Zotit tonë. Na nuk i përkullum kërkujna. Mundet njeri me konë shumë i madhë, historinë me posë të i për të bëshme, me posë sakrificën më të modhe, po kujt kokën nuk ja përkullum pës Allahot. Na e dojna me zemër, lutëm për ta, ma djetë kërënumi për ta, nuk i përkullum i kërkujt pës Allahot. Se kjo është mësim. Përkullja është ekskluzive veç për Allahon. Kjo është
fantastike, edhe është e mrekullueshme. Masi e morën, i thanë, kush i ka thy këto? I dhuj, vëllajën, është një djalë i ri, e ka emrin Ibrahim. E murën Ibrahimin, e arrestun, e para mretit e qun, e kur e qun të mreti, i arrestun, shika, ai që kish kriju pa din, i shkon baba i ti. Baba, a për vrejni, deri ku ka arrit armitsia, deri sa edhe e ka kërku, ma dje edhe ekzekutimin e se kuj në i ka përdhus zotat tonë. Subhanallah. Ibrahim a.s. porren krenar me fejnë e ti, me besimin e ti, me plot burëri, pe prezenton bukurin e festi, edhe qëndrimin e imanit ti, edhe sa shumë interesant të dashurit e mi, po thot mbreti zullumqar, kanë të adhuran, kush ty të mësën, ka thonë mua Allahu. E ka thonë, kush është Allahu? Ka thonë, Allahu është ai cili jep jetë dhe Allahu është ai cili merr jetë. E tha dhe unë jam si Zoti, qërti. Edhe unë tha jam si Zoti. Ja u tha erujve, silë mi tha dy rëbë, ja solën dy të burgosën, njonit ja foli jetën, tjetrin e mori edhe ekzekutoj. Tha pishe, unë tha jam si Zoti. Edhe unë e vras këndu, edhe lonë një jetë këndu. Ibrahim a.s. nuk u morë në këtë pikë me ta. Se mos me pos deken këtë tjetër dhe këto s'kish mujt me myt. Se na kemi një histori, ma dje vete kemi provu, që kurse ki deken, me të gjujt, e me të pushkatu, e me të ekzekutu, a i të ka vëra, po Zotis të ka vëra. Se ke pos deken. Edhe kjo është e vërtetume. Në historinë tonë, ma dje dhe na, kemi plët vllazën tonë, edhe ushtar, edhe civil, cilët janë ekspozu para vdekjes 100%, e jënë shkrep, armatimi, nashtë edhe ma i rondi më shumë trupin e tyne dhe kanë pështu. Se ka pos deken. Zote ka pështu. Allah është i madhë. Mirë, por nuk ka debatu në këtë pikë. A dini pse s'ka debatu Allahu, i dërguar i Allahut, me këtë njeri, me këtë zullumqar të pabes, në këtë pikë, se dëmonë, jënë disa qështje, se ti si besimtar, nuk ja vlen me debatu me këta që në kryeneq, në derin këtë mos. Na nuk kena nevoj tash me debatu me njerëz pëse a ka zët, a nuk ka zët. Nuk ka nevoj. Hasha o kella, Moskov për i gojës tonë. Ma nuk ja vlen. Jënë disa njerëz që atë që janë devijum në kokë, që nuk ja vlen me diskutu këtë punë. Ani mëre, tek i udhën tonë e thef qafën, udha morë pa mu, na kena udhën tonë. Munëm na me që mirë, një përshëndetje nëse dojmë ma shumë, nuk ka nevoj. Ashtë shumë e thjesht, shumë racionale kjo punë, shumë e logikshme kjo punë. Edhe Ibrahim a.s. nuk u morë me këtë punë. Ja, nuk e ka debatu. Mirë po ka dosh me a provoku qatë menën e budallakaft këti mretit. Qëka ka dosh të me i thonë? Ka dosh të me i thonë, masi ti ka ke qaj që po mërshe jetë, e po jepshe jetë, edhe po mënu është këta pasus të tu me i dehë, se njeri nuk pijet veç të pi raki, por njeri dehet edhe të mësu i dehë, cilat e pin mendje në njeri jutë. Si që ishen marksizmat, që i kam mësu një pjesë e madhe popullit tonë, halat disa për tyne menojnë që Tita o gjallë, disa menojnë që Stalin i gjallë, Enver Hoxha o gjallë, po shkua e punë. Ka lugën, alhamdulillah, inshallah, kur mos u kthejf taj zeman, deri në kiamet e Rabbil Alemin, edhe ka dosht me i zgjun nga gjumi. E dini vllazët që ka përdor, që ka thonë, fjallë të Ibrahimit Allah i ka zbrit në Kur'an, i kalon prore deri në kiamet, se këto fjallë nuk kanë me lëviz nga vendi vetë. Që ka thonë? Ka thonë, a peshet dilin, gjdo dit lindë në lindje. E të kofsht i zëtë, bëne me lindë në përëndim, e bëne me përëndu në lindje. Ndroja pra onë të dilit. Subhanallah,
Allahu për rahmetit vetë në Kur'an e ka përshkru edhe një detaj, cilin zakonisht Allahu i flet, do më thonë, porosit e ti në Kur'an në mënyrë të përgjithsume, jo në mënyrë të specifikume. Në këtë rast e ka bo një përjashtim të prezentimeve të fjalive të veta. E ka prezentu madje edhe pomin vizuele të mretit qufar, edhe që është shumë e rrallë në Kur'an. Nuk e di që ka ndodhur ndonjë përshkrim tjetër sikur ky që ka përshkruar Allahu. Qysh vëllazën të dashur? Ja, masi e kanë dëgjuar mbreti apo krajli, ma mi kisha po se me thonë ti krajl, se me thonë mret, se mreti është besimtar, madje edhe shqiptarët tanë, kur i kanë referu mretit, i kanë thonë baba mret, a kur i kanë referu qufarit, kanë thonë krajlevina. E ki edhe në kongët heroike që i kanë këndu kreshnikt e liris, e ki këtë përshkrim, deri në këtë detaj. Cilin detaj e ka përshu Allahu në Kur'an surën El Bekare, ka thonë, fe buhit e ledhi kefer. Ka thonë, kër e kanë dëgju këto, që masi ti ka ke zët, bënë dilin me lindin përëndime, me përëndu në lindje, ka thonë, fe buhit e ledhi kefer, i ka qelë sytaj. Ka thonë, kameti shtongun, kamet gojhopus, ka ti që ka me thonë? Që ka me thonë? Allahu dhul Gjelal ka thonë, Wallahu la jehdil qawme dhalimin. Allahu kur nuk u udhëzon ata që bojnë zullum. Zullum qartë, Allahu nuk i dënë. Ata që bojnë zullum, kanë e udhëzon ato që është i drejt. Edhe zakonisht, djetarët kanë thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutë për dy njerëz me pranu fejnë islame në kohën e tij, ama të dytë në atë kohë kur është lutë, të dytë kanë zullumçar. Njoni, zullumi i tij ka qenë shumë i madh, ai ka qenë Ebu Gjehli, a i dyti u kon Omeri, i cili ka qenë arrogant, i cili ka qenë larg islamit, mirë pa ka pas një cilësi, cilën nuk e ka posedu këtë tjetëri, Ebu Gjehli. Thënë djetarët cili se Omeri ka qenë njeri drejt. Kur kanë dëgju me vëmendje, ka qenë i drejt. është fjala para se me pranu fejnë islame. E për shkak qësoj cilësis se ka qenë i drejt, Allahu e ka udhëzu. A Ebu Gjehli pse ka qenë kajtagji, ka qenë dilingji, ka qenë lakmitar, që thojnë njerëzit, qka e prish njerin lakmia dhe kojta, nuk e ka udhëzu Allahu. Edhe në biseda private, Ebu Gjehli e ka pranu, që Muhamedi është pejgamberi Allahut. Mirë po është, nuk e ka pranu Allahu, prap është dashtë me pranu edhe ju mi bo zullum. E ka dit, ka thonë, ky është njeri meqëm, ky është njeri ditun, ky është njeri që meriton shpalljen e Zotit. Mirë po, pse ti s'me pranon? Për shkak se pse Allahu këti mi adhon, e mos më adhon mu. Qëtë deri këtë nivel të mendje madhësis. Allahu nuk e dënë mendje madhësin. Pse Allah ja dha ati s'ma dha mu. Largën e këtë cilësi. Në kove të funit, atë shumë jemi bo hianet në shqiptarë, sa që kemi fillu me morë hisën në këtë cilësin e shejtanit. Nuk na atakon neve. Pse filoni ko punë ma mirë, nuk gëzohemi, po idhënohemi, edhe më mujt e prishëm edhe e rënojmë pasunin e ti dhe ja glabrojmë autoritetin e ti. Po kjo është të dhonë e Zotit. Edhe ty të ka dhonë dhe qka ti si ka dhonë. Po ti si e të e po, tu kanë vërbu sytë, se tu ngoti mas pasunie, ty tu kanë vërbu sytë, ama ti s'munësh me marë për i Zotit, përveç se qka ka shkru Zotit. Nëse risku është në dorën e Allahut, atëherë pse na mos me që mirë me zveti. Nuk ka njeri me i dështum ftyrë tokë se ziliqare. Mëse arrani këto. Nuk ka njeri i cili nuk ja qëllën kur, edhe shpirti se ka rahat kur, edhe nuk knoqët me pasunin e vetë kur,
edhe nuk knoqet me vlatë e vetë kur, edhe s'knoqet me mirësit që e Zotit e vetë kur, se njeri që lakman. Kur aj rahatës është, kur aj gjumin nuk e bën si duhet, kur aj nuk ja den Allahut vlerën për mirësit që ka dhuru derin kiamet. Pse? Gjithmon e ka synin e unë të pangopën, e këtë cilësi Allahu nuk e dënë. Për që cilësi nuk e ka udhëzu Amr ibn Hishamin që na e njofum në histori me emrin Ebu Gjehel. Veç për qëta. A Omerin e ka udhëzu se ka qenë i ngjitë shpirtnisht, që këtë cilësia. Kur t'jesh i ngjitë shpirtnisht, me emën të Allahut, Allahu ka me të udhëzu. Po me bova ki, me koni undë, kur më njëherë mos mungi, pasha Zotin të dashurit e mi, i kena pun keq me Zotin. Se pastaj prej stikën të vështrimit, pesh frytëzon në rastin, shejtani mallkum, edhe të qka, po na lufton. Edhe pesh frytëzon këtë mundësi të ardhë, të dashurit e mi, mundësi e ardhë për ta, fatkeqësi e madhe për ne, na po vritemi pastaj me zveti. Edhe peshet i vllazën që sot njerëzit vritën atë shumë me zveti që jemi bindur me shku me i pyt ato që është dëvrath me vetë pse e vras din. Po dhe këto më burg që ka kry këtë vepër makabër, se nuk ka gjuna më i madh pas shirkut në Zotin se me vron njerin pa bigajri hak, kanë thonë me pyt nuk dhe me kallxu pse ka vra. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ko morë një vakt që njerëzit kanë mu vra me zveti, me pyet dektin pse e vra nuk din, me pyet ai që li ka vra, pse ke vra thot nuk e di. E ku është zgjidhja e kësaj enigmatike? Është të një çështje. Aja është inati, aja është hijaneti, aja është lakmia, është kajta. Vllazën krejt këto janë dreqi mallkum, vetë dreqi mallkum. Na shqiptarët e kanë gjitë emrin inati, masanej din ky dreqi herë mu bo inati, herë ky dreqi din mu bo xheluzi, herë ky dreqi din mu bo mashtrusi, herë ky dreqi din mu bo hijaneti, tradhtari, mashtrusi. Ky din me ta hup udhën tonë që e ke njësë për hirë të Allahut. Edhe sheti, kur debatesh me njerëz, e din të vërtetën, e din realitetin, tonë e din. Edhe ai që mush kytë raki, e din që është haram. Edhe ai që mush pasunin kamot, e din që është haram. Edhe ai që bën veprat liga, imoralitet, edhe ai e din që është haram. Edhe ai tjetri i cili ende nuk e ka kuptu se drejtësia dhe vërtetësia ka më na shpëtu e me largu vetën nga lakmia, nga keqja, nga smira, nga zilia, nga hijaneti, edhe ai e din, ato me dina. Po vllazën nuk mjafton veç me ditë, po na duhet për me i kallëzu Zotit se e dim, na duhet me mojt. E sa të kena mundësi me mojt, me emën Zotit, Zotit ka më na animu. Edhe këmë në të fillu. Andaj, Allahu të bareke u ta'ala ka dasht që me në kallëzu se besimtari duhet më konë edhe njeri i menqër. Më konë besimtar racional, i ngritun. E këtu e kena mësimin praktik edhe faktik prej kujt, prej Ibrahimit a.s. i cili vllazën të dashur i ka mahnit me menqërin e ti, i ka mahnit me racionalitetin e ti, edhe të njëjtë në ku me këtë pozit që ja ka dhonë Zoti, po valla, edhe ka sprovu shumë. Se nuk ka qenë e letë për Ibrahimin a.s. me pranu urdhnin e Zotit, i cili ka qenë me e prej djalin për kurban. E kjo vllazën të dashur lidhet direkt me festën tonë, edhe këtu shihet madhështia e Zotit, kërshira vetë që këtë urdhën e ka pas për me sprovu besimin e Ibrahimit a.s. E sprov ka qenë për Ibrahimin a.s. Por kjo sprov tash veç ka morë një trojt tjetër,
edhe ty si bob, mundet Zoti me të sprovu diçka në vlatë tu. Mirë po ti duhesh me marrë shembull Ibrahimin a.s. Plot baballar i sprovon Allahu me smundjet e vlatëve të vet. Plot baballar e nama i sprovon i modhi Zot me sprovën e vdekjes së vlatëve të vet. Kjo është sprovë për ty. E tash, nëse njeri ti desë vlade, ti duhesh me bo një kurban, ajo është sabre. Sabre. Nuk ka kurban veç therja e ti, apo prerja e ti, por është edhe sabre. Sabër. Se këtë but kjo orë mu sprovu. E na nuk i zgjedhëm sprovat, dikonën Zotë e sprovon në pasuni, dikonën e sprovon në famë, në autoritet. Edhe ati që je famë dhe autoritet, edhe ato ka sprovu. Edhe aje bile, aje që ka sot famë, autoritet, pasunie, pozit, sprova më rëndë dhe mund që më është këtu. Se mundësia me hup drejtsin, edhe me humb rrugën edhe me lejthit edhe mu devju, pikrisht është ai cili ka, se ai cili nuk ka. Edhe këtu e vërenë si kur një vloj juën kur u shku me adhon një mish kurbanit para so viteve, një njerit, unë s'kam dëshirë me i thonë fukara, se na fukara të Allahin atom, e të Allahin a barabar bash ai cili bëva ki nuk ka, unë ma kam dëshirë me përdur fjollën rast social. Qa ka thonë ai? Ai rasti social, qka i ka thonë këti vlotu në cili ja ka që 2 kila mesht kurbanit, ose gjys kile, ose një dzime, ose kuta dijune, ka thonë nuk ish pas kuptim jeta, mos me pas njerë si kur une, sepse ju s'kishit pas ku me i dhonë kurbanin. S'kishit pas ku me dhonë sadakën. Paramendoni një jetë me plot njerëz krejt në një vi. Na e dëshirojmë që tonë me pas. Mirë po, apet ko me pas dalim, dikush ko me pas ma shumë se tjetëri. Mirë po, ai cili ka gjepin ma të rash, letë këtë kujdes mos ju ka zbras shpirti. Që kjo balonse që du të mu kriju mes shpirtit edhe anës materiale, feja islame ka kërku. Na, edhe zakonisht në ligjerimet e mija, unë e du shqiptarve të mi, vllaznëve të mi, me ja usqaru me pas një balans mes dashuris fetare, so kërkoj ju me kon fetar, unë e kërkoj ju me kon edhe komtar. Mirë po, dikush i cili synon veç fetari, edhe me përjashtu komtarin, është i papranushëm, i bën dom fejs. Po dhe i tjetër i cili munohet veç komtari, me përjashtu fetarin, a i bën tepër fatkeci, i sjell këb komtaris. Pse vllazni? Për shkak se bëhet nacionalist. E nacionalisti bëhet racist. E racisti është shumë i rrezikshëm për globin dhe për shoqërinë. E dini pse? Se thotë veç lloji juën. Tjerë duhet këton më zhduk. E ky mendim është i mendësi e dreqit mallkum. Na dëshirojmë i popullin më kon patriot. Patrioti ja do të mirën edhe tjerëve, jo veç llojit vet, jo veç kabiles vet, jo veç kumbit vet, jo veç njerit vet. Po ja do të mirën krejt njerëzve madje edhe pa dallim. E për ta ushqy patriotizmin, duhet me kon njeri fetar. Me kon besimtar i Zotit. Jo me pas fetarin për hatër dikujna, edhe jo me arsyetu mungesën e fetaris për shkak se filoni po shkon xhami. Po filoni shkon edhe në bank me morr rrugën sikur ti. Pse s'pelan ti rrugën benzinë, mos me morr, mos e po shkon filoni. A pe kqyr atje në rang ku po shkon? Ja la spekqyr atje. E pse këtu spekqyr? Pse po mundosh me arsyetu pa nevojë? Ja unë nuk du mi ani se filoni po folet, pa një folet për vete. Po dhe filoni e merë benzinë, njëjtë ndodhë kur e merë ti. Pse s'pa thunë s'po du me morë se filoni për morë? A kur është pyetje të Allah din me arsyetu? Leni këtu arsyetime ose pretekstet lëdhta. Ti që do të me thonë? Mi thonë lumi aj, inshallah dhe mua Allahu ma mundësën. Une kur kam qenë shumë ma i ri,
e moj me anë një fjali që ka thonë populli junë, edhe nëse vetë nuk u koni gjami, thonë aj lumi aj është i rrugës Zotit. Që kje fjallë bjen e Allahu ta mundësan. Na kemi plët babalor, gjësh që i mbo se bep nipat i morën për dore dhe vinë gjami. Po kjo është kënatësi. Ta lojmi atë bët kuptimin e vjetër. Duhet baba kini njeri i thjesht sytë të tërë për ja qëllën, fjalla e ti është e modhe. Sepse ka argument se dituria, urtësia, i jepet, kjo është dhënti për Allahit. Ka pas në përpleqni tuna, shqiptaris, që i kanë dhonë kohje problemeve të ndryshme gjatë historisë popullit tonë, që i bavakin jenë bloku me natë tona, me ditë tona, s'ka mujt me dollë piju dhe me zgjidh një problem, në është e një qëban atje në fush, ja ka sil një zgjidhjet problemit. Pse urtësi kjo është. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari e pranon zgjidhjen e çfarë do problemi për çdo kujt, sepse është dhuratë e Zotit. E dhurata e Zotit çdo kujt i jepet, ama kusht veç Zoti kuj na dan. Jo kush do njeri. Ka njeri që li ka pozitë të madhe, po që s'ja qëllan. Ka njeri nashta është me fshis atje të punu. Po aja qëllan. Duhet me vetë, nuk dijet. Djetarët e mëdhaj që kanë pas dert, shiko për shambull, atje në histori, përsëritët një fjali e bukur që kanë zonë vend në historinë më të re, ose ma mirë me thonë që kam mbet prore, shkrume dhe do të mbetet me ne deri në përjetësi, se fjallët e urta, fjallët e mira, qëndrimet, burnore, heroike, ato njëherë ndodhin, nuk përsëritën. Edhe vetë ai cili i ka thonë, ose i ka vëpru, mi thonë, hajtë edhe njerë thuje, po aki nuk din me thonë. Se ai spontaniteti është diçka që Allahu ja jep. Përshtaj edhe e ka morë edhe termin gjuhën Shqipe, spontan. Qashtu, në sytë tënë duke të rastësi, po Zoti ja ka thonë, dhurat e Allahut. Qa ka thonë? Kure ka shliru Stambullin Sultan Mehmeti, ka thonë mos i vetë një njerëz të falen, as mos i vetë një njerëzit anë gjenujnë, po kanë vetë njerëzit a kanë buk në hongër. Qëtësi, disciplin, rregull, mirësi, begati. Nuk ka lidhje musha këto. Ka njeri që shumë ajri se ti, po din ma mirë se ti. E pse ta shti i ke bo 80 vjetë, me thonë jo kjo nuk din. E sidomos sot një pjesë e madhe din. Mirë, po respekti, unë të respektoj për mush, ama për dini, për urtësi, duhet me nderu ai cili din, se nuk janë barabartë ata që din edhe ata që nuk din. E na shqiptarët duhet me respektu atë që din. Edhe ai që ka vepra të qëre njerëzve. Mos ja pëqër fjallët, se njerëz din me full, por nëse nuk janë një veprat edhe fjallët, qysh me ecë, qysh me besonët, besoj njerë, dytë, po tretën, kemi me dështu. Vllazni, ka kalu vokti i fjallëve, ka kalu vokti i rahjes gjuksit, une këtu, s'ko une këtu. Këtu është Zoti. Nëse dojna me ko me Zotin, Zoti ka me në animu. Ama duhet me ko me Zotin që shdojnë Zotin e që shdojnë te. E na kena një problem se na dojna me ko me Zotin që shdojnë na. E që shdojnë na, vlozën nuk ka. Ka regull. Atje komunikacioni, a ke po njës të me që që kanë vënu regullat, e kuqe është e kuqe. Ta shmo që dikush me thonë jonë, nuk e respektaj të të kuqe, në dal, del, veç tani masani që abohet. Mosu i dhëna, nëse runa Zote, s'përvën Allah, ki mu aksidentu, ki me thy qafën, se nuk e ke respektu këto. E kjo regull është për tonë. E kuqe është e kuqe, e gjelbërt është e gjelbërt. Këtë në regula që Allahu Azza wa Jall në ka obligu me i respektu. Qërë vlozën, kanë mejtë edhe 7 minuta deri në
në faljen e këtij namazit bekum, ju uroj mirë se ardhje, mirë se keni ardhur në xhamin ton. Po mërzitemi që një numër i madh i popullit ka dalë për Kosovë, po vërehet jo vetëm në xhami, po vërehet edhe në shkollë, po vërehet edhe në punë, po vërehet kjo mungesë edhe në udhë, po vërehet kjo mungesë edhe në katon, e sidomos në përfshatra, është mungesë e madhe e vllaznive, motrave tona, që është për me kajt, shtëpia të mira që ëndra si kanë pas plestë tonë. Elhamdulillah, Allahu ja ka mundsu beve tonë, por të thota, pa njerëz, pa fëmijë, një pjesë e madhe shkollave janë mbyll, një pjesë e madhe e xhamive janë tendencë më mbyll, jo pse shqiptarët nuk e dojnë islamin, lënë ato prollat komunistave, se janë të vërteta ato, secili ka fenë e vet e vërtet është, edhe secili ka drejtimin e vet, mirë po, me emrin të Allahut, na duhet me dosh më shumë atë dhëun tonë. Na duhet me dosh më shumë vendin tonë. Mas pore, vëllezër të dashur, ende nuk jemi liru prej mendësisë së robit. Na jemi liru për robërisë të shkaut. Amo mendësia e robit në kokën tonë është prezent. Se në vendin tonë, ku ka neopotizëm, ku ka korrupsion, ku ka mashtrim, ku ka vjedhje, ku ka ngritje të çmimeve të artikujve ushqimor që ata i kalojnë madje edhe perëndimit, kjo dëshmon ashiqare se njerëzit tanë me keq ardhje të mirët këqija njerëzit tanë, na jena të njëni tjetrit, s'kena ku me qunë një tjetrin, na hala e kena në kry mendësin e robit. Robi vjedh, robi mashtran, robi tradhton, a burri, zotnia, aga, kur s'mashtran. Ai zoti i shtëpis, kur shpinë e vetë se vjedh. Kur? E na vllazën dojna shqiptar që nuk e vjedhin shpinën e vet. Dojmë shqiptar besimtar që nuk e tradhtojnë vatanën e vet. E kjo në tjetë mësim për ne. Nëse deri na nuk e kemi mësu këtë punë, pas gjithë kësoj vujtje 100 vjeqare që kemi pas nën thundrën e robërisë Sërboslavit, atër kur kena me mësuna? Kur kena me mësu? Hajtë. Psa kena mi morë me vetina këtu sene? Jo, vëllai dashtën. Jo. Inshallah Zoti na kthjell, inshallah Zoti na udhëzon, inshallah Allahu na lehtëson, po edhe na kthjell, edhe na zgjon, edhe na nimon, edhe na lartëson, edhe na u përgjigjet duave tona me një kusht. A dini cili kusht? Nëse i interesum. Nëse i interesum edhe të mëson, edhe të udhëzon, edhe të drejton, se kur u interesum na musliru, e bashkëpunum me zvete, u bënëm kompakt ton për një për ton, Allahu zgjej kurreshte fuqit e mëdha prej Amerikës e dete shteti më i thjeshtë i mundshëm u çuga dhe na kanë nimu. Pse? Pse na u interesum u bashku, na u interesum më u liru nga zgjedha. Mirë po na u liru materialisht e pastrum robnin prej vatanit ton, mirë po robëria që ka mbetë në koka tona, edhe ajo mendësia e robit, veç me glabru, veç nuk është më rëndësi qysh, nuk zgjedhëm rrugë, po veç me ardhjet e pasunia, kjo është mendësi e robit. E ty shqiptar i dashun, ti vëllai jam i dashun, bashkë me mu, neve na ka nderuar Allahu që jena besimtar. E besimtari duhet më konë shumë i kujdesshëm. Ka dalë, rrafshit, mos me ugut, mos me nxitu. Mos më nxitu para vakti, se aja që s'është e jutja, kërkush s'munët me ta. Kërkush s'munët me ta vonë. Po aja që është e jutja, kërkush s'munët me ta marë. S'është e jutja. Au munu Serbia 100 vjetë me na morë tukën tonë, e para tyne edhe para 500 vjetë e u munu historinë edhe halo e shtramujnë, e munu, a e dini sa njeri ka dhonë jetën, që me konë këtu, më full Shqipja, e me konë na këtu, derin kiamet, inshallah Zotin a mundësan, thuni amen, më spritoni bili amen me thonë, ja Rabbel Alemin, e prap se prap, e vërteta mbetet. E vërteta mbetet. Njerëzit kanë dhonë jetën, mirë po, ata e kanë dëshiru, po edhe dëshirojnë me një lojme të mira prej vatonit tonë, jo me një lojme të këqija.
Jo, mas 26 vjetë halo njerëzit me këqyr me ikë për këti veni për shkak mungesës së jetesës me një mirëqenje më solide, më të mirë. Zotin a letësoft, a i ka mundësi, i lutëm dhe i përgjerumi. Ta që falum namazën e kurbanit, e ka emnin për shkak festa lidhet me kurban Bajramin, prej një kurbanat e juj. Sëd, nesër, pas nesër, nderin të honën me i kindi, kini kumi i prej. Bënë njëtë për hirtë Allahut. Ja, qka është kjo punja, nuk e hojnë në mishin e deles. E merë e gjumë, pasha Zotin, qaj që e merë, edhe e gjumë, pasha Allah i kom e vro Allah. Vallahi letë këtë kujdes. Ma mirë thuj se me req, se me more me gjumë. Se është përdhosje, është nënçmim, është turp, është koka e mendjemadhësis, a i cili e merë dhe gjumë. Keni frikë Allahun. Qëra tjenë, vllazni tunë Gaza, po vritën e po masakruën për një kafshat buk, qëfar genocidio të bonë sytë e botës. E në tana të mirat e Zotit, jana nuk e hojna mishin. Po nuk e hanë mishin të se jenë ngi, për që ata nuk e hanë. Mi po dije se qysh të ka ngi Zotit, din edhe me të urit. E tani kur të urit, mos thuj që ka u bo. Unë e kam obligim e ngrit këtë zanë. Po e kam obligim, se Zotit më ka ngarku me këtë detyrë, ty me t'i qelë sytë. Edhe me thonë, nalu pak. Ka dalë, rofshit. Se Allahu, dhul gjelal, veç Allah e dim, pastaj na e dim, që kemi jek më orderi këtu. E tash kur jena orë këtu, me thonë, ja mare, na se hojna mishin, ja, qka hojna na? Ja se jena në gupë, mos jena në gupë edhe na liri, mos jena në gupë edhe na shtetësi, mos jena në gupë edhe na mirëqenje. Mi po nëse jemi në gupë mirëqenje, liri e shtetësi, Allah na i merë. Po, na i merë, të ty mëre këta s'pas ka nevoj, mëre këta këkat të ngit, këta po ngi kanë pa hongër, edhe na e merë Allah. E kur të na e merë Allah, mos ku katë një mo. Mos të ku kohë vlazën, së është i madhë Zotin a faltë. Vlazën, vakti ka hy, me amën të Allahit dojna me falë kurbanin, pos të qinë dojna me qitë, për shkak se na e kena një organizim shtëpijak brenda gjamis tonë, si kur çdo gjami, që pe toshët e nisëm me i siguru drut. Dikush më me thonë, hade, që alosin a inë në verë. Na pe toshët, pa e qitë komën sërnish, dojna mu pregadit për dimen, me amën të Zotit. Me centa, me amën të Allahit dojna peletin me siguru. Na qështu në zemi, që 20 vjetë jam imam këtë gjami, alhamdulillah, edhe kom bonjet deri kur des, që tu me nejt me juve, inshallah Zotin aletësan ja Rabbel Alemin, edhe pse ofertat pej Amerike, deri një Japoni kanë orë me shku mu boj imam të tërkun, po ja, që të po du, venin tem, edhe privilegj për mu, është nder për mu, është krenari për mu, sepse dashuria reciproke nuk ka mungu, edhe nuk ka me mungu deri në ditën e kiametit. Zoti i rujt, qofshit bekum, 2 recate i ka kurbane, 2 recate, namazë, e bojmë njëtë për hirë të Allahut, Allahu Akbar, e kryena subhaniken, Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, e kryena ilhamin, një sure, në ruku, 2 sejde, recatin e 2 të ngritëm, ilhamin, një sure, Allahu Akbar para se meron ruku, Allahu Akbar para se meron ruku, Allahu Akbar para se meron ruku, edhe bim në ruku, 2 sejde, japëm selam, i knujmë do të këbire, hydben edhe hygjëm baklavës. Allahu kabul, edhe ona në coft, e në një moft, e qofshit, e të gëjkum, e Zoti i rujt. Mos pritani, në postë që i bacin, Haxhi Muharremin, me pajtimin, me petritin, edhe me selimin, këta dalin, e ta krymë që të farë obligimi, ja Rabbel Alemin.